Situata me ndezjen e zjarreve që më pas rrezikojnë pyjet vijojnë të jetë problematike në Dibër, Bulqiz e Klos. Edhe ditët e fundit ka patur vatra zjarri në këto bashki ku vetëm me ndërhyrjen e autoriteteve është bërë e mundur vendosja e tyre nën kontroll. Në fshatin Vajkal të Bulqizës, ndezja e një zjarri i cili doli më pas jashtë kontrollit i ka kushtuar procedim penal një 67 vjeçari. Policia e Bulqizës bën me dije se ka referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin këtë 67 vjeç banues në fshatin Vajkal, pasi ka ndezur zjarr për djegjen e disa barishteve, por si pasojë e përhapjes së flakëve është djegur një sipërfaqe me bimësi. Ndërkohë një tjetër vatër zjarri është shfaqur në malin e Corujës mbrëmjen e kaluar, por është vënë në kontroll nga shërbimi zjarrfikës i bashkisë Klos, i cili nuk e ka lejuar të përhapet në sipërfaqe të gjerë. Edhe pse prej ditësh autoritetet vendore, por edhe prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu ka bërë apel për të treguar kujdes gjatë pastrimit të kullotave apo arave me zjarr, situata mbetet problematike pasi janë aktivizuar mbi 20 vatra zjarri në zona të ndryshme të qarkut Dibër.